A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na boft Allahu dhe neve për tyre, amin, ejmein, salihin, siddiqin, ulaika rafika. Do të flasim për një temë mjaft e rëndësishme që të mundohemi ta ngulisim në mendjet dhe zemrat dhe shpirtat tanë, është pra tema mbi ihlasin ose sinqeritetin, vlerën dhe rëndësinë që ka sinqeriteti në punë, në vepra, në veprimtarinë tonë të përditshme. Zoti i Madhreshëm Kur'an tha: "Wa ma umiru illa budullaha mukhlisin." Pra, tha urdhnoi pra Zoti me adhuru ata, pra duke qenë të sinqert. Me adhuru Allahun pra duke qenë të sinqert, me u përmbajt pra sinqeritetit. Ikhlasi është pra çelësi pra i suksesit. Sigurisht se në historinë e Islamit dhe në veprimtarinë dhe fush veprimtarinë e besimtarëve dhe besimtareve ka gëzu një rol shumë të madh sinqeriteti. Dhe sinqeriteti, verse i ka lartësu ata njerëz, i ka ngrit të gjithë. Të sinqert ishin pra edhe pejgambert e Zotit. Para se ata të merrnin misionin e nubuvetit, e risaletit, e pejgamberllëkut, ata vinin nga familje të shëndosha, po mbi gjitha ishin individ me karakter dhe sinqeritet. Dhe pikrisht dhe Resulullah alayhi salatu wassalam tregoi se ka ardhur pa me ngrit, me lartësu virtutin, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, pra ka ardhur me ngrit ahlakin, sinqeritetin dhe me formue elita të shnosha dhe të sinqerta. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Pra, ata janë të urdhnuar pe Zotit me pas ihlas, me pas sinqeritet. Me pas sinqeritet në namazet e tyne, që ata kur të falen, alladhina hum fi salatihim khashi'un, të jenë pra të kujdesshëm, khashi'un, por të kenë edhe frikë, po edhe dashuri, frikë, respekt gjatë ibadetit të tyre. Pikrisht pra, rëndësia e sinqeritetit është në një kompani, është në industri, është në shtet, është në udhëheqësi, është në leadership, është kudo pra e rëndësishme të jesh i sinqert. Pastaj është të jesh i sinqert me fëmijët e tu, të jesh i sinqert me bashkëshorten, të jesh i sinqert me nanën, me babën, me vllahun, me motrën, kështu që do të ndërtosh një shoqëri të shëndosh. Njerëzit e pasinqert gjithmonë kanë sjell pra vetëm debakël, kanë sjell vetëm katrahur dhe çoroditje dhe shturje dhe asgjë tjetër. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam, që kemi shembullin më të mirë, ishte shumë i sinqert me të rit, ishte shumë i sinqert me ushtarët, ishte shumë i sinqert me mësuesit, ishte shumë i sinqert me njerëzit që kishte rreth e qark. Prandaj, sinqeriteti i tij i madh ndërtoi një shoqëri shumë të shëndosh. Dhe njerëzit që ndërtojnë shoqëri të shëndosh janë njerëz të sinqert. Prandaj, gjithmonë kur e flet drejtësinë, sigurisht se Zoti ka me ngrit edhe ka me të lartësu. Tregohet një rast në historinë islame që një gru kishte qenë shumë e sinqert, një besimtar e sinqert, sa kishte shpëtue disa besimtarë. Ishin ardhur ushtrit pa besimtarve, edhe ishin duke ndjek një grup prej besimtarve. Edhe ajo ishte një çobanesh, edhe ishte aty me delet e saj, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që erdhën ato ushtrit, ai grupi muslimanëve
Edhe ajo gruaja tha, hini ka krahu i djathtë këtej, tha, kaloni andej dhe vazhdoni tutje. Dhe ata shkuan. Mirë po çfarë ndodhi? Pasi erdhën në ushtritë e pabesimtarëve, e pyetën këtë çobaneshën dhe i than, ku kanë shku, tha, a mos ke pa, tha, disa njerëz këtu që kanë kalu? Tha, me të thënë, me ju thonë, tha, drejten, nuk po muj, tha, me ditë, tha, kush, ose diçka, më ka dokë si kanë pasi hije, po kanë shku nga krahu i majt. Dhe nuk jam, tha, e sigur, tha, kanë qenë, tha, jo, po mendoj se ka krahu i majt. Ata vazhdojnë krahun e majt, por kjo bë shkak që shpëtoi jetë njerëzish, pra, dhe u bë e sinqert me të sinqertit. Me të pa sinqertit dhe të pa besimtarit nuk ka me ta, do të thonë, aleancë. Prandaj, nëse ti bëhesh i sinqert ndaj besimit, ndaj drejtësisë, edhe i qëndron stoik, pra i qëndrueshëm, sigurisht se Allahu xhaleshanuhu do të lartësoj. Shembulli e Ebu Hanifes, që ju premtuat të qenurit Kadil Kudat, pra gjykatës suprem, kalifja i kohës i tha do të bëj gjykatës suprem, a e pranon këtë pozitë, eja je i mirëseardhur, se njifte aftësitë e këtij dietarit madh, kolosit madh, Imam Adham Ebu Hanifes. Dhe çfarë i tha Ebu Hanifja? Ishte shumë i sinqert pra në thënjet e tija. I tha, o mbret, ja kalife, tha unë do të bëhem, tha, gjykatës suprem, por me një kusht, du t'jem, tha, i sinqert me ty, por edhe me vetveten time. Tha, hajde trego, tha, du t'me fillu gjykimin nga ti. A e pranon këto? Pastaj do të vinë të shkolla tjetër. Tha, jo, tha, unë s'pranoj, tha, nuk du të gjykohem unë. Po atër çka? Ku është drejtësia? Nuk është drejtësia kështu. Pra du t'jemi të sinqert. Në shoqëritë e korruptuara, fatkeqësisht, të qenurit i sinqert konsiderohet për axhamillëk, ose konsiderohet për prapambeturi, ose konsiderohet për budallaki, runa zot. Por, a imagjinoni dot, dhe e paramendoni vetëm pak nëse naleni, nëse jeni të pasinqert në shoqërinë e juaj ku jetoni, sa dame keni me sjell vetes tuaj, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Dame që do të na kushtojnë me vite dhe shekuj. Sinqerisht po ja u them, dame, manë më mirë, do të jenë dame të pari kuperueshme. Nëse nuk jemi të sinqert me shtetin tonë, nëse nuk jemi të sinqert me familjen tonë, nëse nuk jemi të sinqert me vetveten tonë, dhe mbi gjitha mbi krijuesin Rabbul Alamin që është Allahu ynë, nëse nuk jemi të sinqert në adhurimet tona, shkon falet në xhami, falet në xhami, fal namazin, edhe kur Zoti thot do të jesh i kujdesshëm në namaz, do të jesh i sinqert me namazin tënd, bën namaz edhe nuk i lën as i lloj përshtypja e falmja e tij në namazit i tij. Ose i flet diçka rreth Islamit ose rreth Kuranit, duhet 3 herë me i thonë, ej, kujdes se kjo është fjala e Zotit. Aman zaman, kujdes se është fjala e Perëndis. A e ke ndonjë çka është tu fol? Ty tu do ka fjalë e vogël, pa fjalë shumë e madhe, tha Allahu në Kur'an. Pra nuk ka sinqeritet se duhet ta dëgjosh. Dhe i doken këto fjalë hajt më, kur gjë hiç. A nëse flet dikush një pallavër ose një kotësi ose një boshsi, fjalë boshe që edhe Kurani përmend të tregimet boshe. Fjalë, domethënë, që s'kan bazë kurku hiç, i ndëgjon me shumë vëmendje. Kurse fjalën e krijuesit, kur lexohet fjala e Tebareke Allah, pra fjala e Allahut Madhërisëm, Dhul Xhelali wal Ikram, ai domethënë e neglizhon. Kur këtë fjalë kanë dëgjuar edhe xhint, edhe me melajqet, kur këtë fjalë kanë dëgjuar edhe njerëz të mëdhej, edhe e kanë praktikuar edhe kanë zbatuar këtë fjalë të madhe, që është fjala e Allahut te bareke ve taala. Prandaj ti duhet të jesh i sinqert në punët tua, duhet të jesh maspori, duhet të përmirësosh vetveten tonë, ikhlasin tonë, dhe të jesh i qëndrueshëm, të jesh prej mukhlisëve pra, dhe të hysh në turmën e robërve të mirë, të sinqert siddiqin, që e kanë një këtë udhë të bekuar
me shekuj e shekuj dhe kanë qenë hyzmeqar të së mirës. Lusim Allahun të na falë ne, të na udhëzojë, të na beqatojë me të mirat e pafundme. Assalamu alaikum.